Dhe me një tezë tjetër, kush mendon ndryshe përjashtohet. Po ku e ka luksin Partia Demokratike të përjashtoj, sidomos njerëz që kanë guximin të thonë të vërtetat në sy dhe të thonë mendim ndryshe që Partia Demokratike duhet të jetë një parti fituese. Partia Demokratike nuk ka luksin të përjashtoj as ata që rrinë për një rrogë si rrogtar dhe ruajnë vetëm privilegjet e veta dhe nuk duhet ja dinë për interesin e qytetarëve. Në Partinë Demokratike duhen gjithë, po secili në pozicionin e vet, secili sipas kontributit që i takon. Ne sot nuk po bëjmë asnjë, dhe personalisht nuk po bëj asnjë më shumë apo më pak se sa po i jap zë shqetësimit të çdo demokrati, të cilët në fakt e zgjuan Partinë Demokratike nga një gjumë letargjik që kishte thuajse 8 muaj, që nuk dilte në terren, që nuk bënte protesta, që nuk organizohej. Në zgjedhjet e 11 majit, për ta rikujtuar për të gjithë ata që janë në zonën e komfortit dhe tradhtis, Partia Demokratike ka humbur më thellë se sa në vitin e mbrapsht 1997. Kudo ku ka pasur njerëz që nuk kanë mbajtur përgjegjësi për rezultatet, humbjet kanë qenë edhe më të thella. Ka humbsa që bëhen deputet që nga viti 96 në mënyrë seriale duke humbur çdo palëzjedhje përballë kundërshtarit politik. Ne ndërkohë kemi dhe raste suksesi, edhe fitoreja, edhe në zona të majta që prej 20 vitesh Partia Demokratike nuk ishte fituar, siç ishte rasti i Krujë Fushkujës, dhe ato duhen marrë si modele. Pa kemi folur në njërin e për këto, për t'i marrë si shembuj, për t'i promovuar, për t'i zgjedhur se si janë fitus ata, ashtu të zgjedhim edhe në zonat e tjera. Madje kemi rënë dakord dhe e kemi sankcionuar në statut që kryetari i partisë, nëse nuk arrin që partia politike të jetë forcë fituese pas zgjedhjeve të përgjithshme, nuk ka as nëse kshu, as nëse ashu, nëse kryetari i partisë nuk e bën partinë fituese, do riqet, jep dorëheqjen dhe jap rrugën një gare tjetër për të mundur që Partia Demokratike të jetë fituese dhe opozita të jetë fituese. Po këta nuk duan ta lejojnë as garën. Përse isha unë për leadershipin e Partisë Demokratike hero deri para 3 muajsh, dhe përse sot që them të vërteta dhe nuk pranoj të bëm pjesë e klubit të humbsave, por dua të mbroj interesin e demokratëve për ta bërë Partinë Demokratike fituese, që nga problematiku që takimet i organizon krimi. Po cili krim? Demokratët janë kriminalë që kërkojnë që Partia Demokratike të jetë fituese, se po kërkojnë përgjegjësi, se po kërkojmë garë, si do ngrihet kjo parti pa garë reale për leadershipin. Kush janë normat tona? Mbi cilat parime ndërtohet sot Partia Demokratike? Demokratët duan garë, duan ndeshmëri dhe pa diskutim që cili do prej njerëzve që e ka vendosur në Partinë Demokratike karrierën mbi shpatullat e veta, kërkon garë të ndershme. Dhe unë të nderuar zotrinj, me qenë se para disa ditësh ta që po përdoret apo jo vetëm që nuk më keq përdor dot siç keq përdor këta të tjerët që ju jep leje tendra e pallate e kulla, as Edi Rama, as Sali Berisha, edhe as një njeri tjetër. Unë them atë që mendoj, atë që është më e mira për demokratët, atë që demokratët tanë në mban Shqipërisë po e kërkojnë prej vitesh, që Partia Demokratike të jetë fituese, fituese, fituese. Sepse nëse kundërshtarin e zgjedh, po e pyes drejt për drejt doktorin, me kë do të kandidosh në prill, doktor? Me veten. Sepse vetëm konkurenca e sjell para një parti politike, e bën atë të jetë dhe të mbaj përgjegjësi para demokratëve dhe para shoqërisë, dhe e bën të detyrueshme për secilin prej funksionarëve të partisë që ta vendosi të gjithë fokusin e vet dhe energjinë e vet tek interesi i qytetarëve dhe jo tek interesa personal. Çfarë është kjo papërgjegjshmëri para demokratëve dhe para shqiptarëve? Njerëzit duan ndryshimin, ndërsa leadershipi i mban zvarr me revolucione imagjinare dhe me qeveri imagjinare. Po e them qartësisht, turpi do t'i mbulojë një histori cilin do që tallet me popullin opozitar, që e rrëzon Edi Ramën në mënyrë imagjinare çdo javë, dhe pasaj thot për javën tjetër që do të arrëzojmë
këtë javë që vjen.